Seanca e dytë në themel në gjykatën e posaçme kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është shoqëruar me debate të forta që në nisje. Mbrojtja e ish-presidentit kërkoi zyrtarisht transmetimi live të procesit gjyqësor, por kjo kërkesë u rrëzua nga trupa gjykuese e GKK-s. Gjykata argumentoi vendimin duke thënë se publikimi drejt për drejt do të krijonte presion publik dhe mediatik mbi procesin. Vendimi u kundërshtua ashpër nga Monika Kryemadhi, e cila deklaroi në sallë se shqiptarët duhet i shohin provat përballë asaj që e quajti intimidim dhe linçim, ndaj saj dhe ish bashkëshortit. Edhe avokati mbrojtës, Kujtim Cakrani, pretendoi se nuk ka asnjë bazë ligjore për ndalimin e mediave në transmetimin e asaj që ai konsideroi si procesi i vitit. Gjatë seancës, Ilir Meta u pa i ulur brenda kafazit të qeqët, ku përshëndeti mediat me simbolin e shqiponjës. Sipas raportimeve nga salla, komunikimi i tij me avokatin ishte i vështirë dhe u krye kryesisht përmes gjesteve dhe hapësirave të vogla të xhamit mbrojtës. Ndërkohë, Kryemadhi kërkoi prokurorisë të vijë në dispozicion të gjitha përgjimet ambientale dhe telefonike të dosjes. Kujtojmë se SPAK ka marrë të pandehur ish çiftin drejtues të LSI-s për akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë, lidhur me çështjen XDA dhe lobimin në SBA.